Kjo është ajo çka mbeti nga automjeti tipit Benz i Ardian Trotës pas shpërthimit me eksploziv në orën 9:30 të mëngjesit të së shtunës në Durrës. Mjeti që drejtohej nga biznesmeni 44 vjeçar nga Kuksi u hodh në erë teksa udhëtonte në rrugën dytësore të plazhit pranë shkëmbit të Kavajës. Sipas policisë, Trota, person me precedent të mëparshëm penal, fillimisht dëgjoi një zhurmë dhe ndaloi makinën në anë të rrugës. Sapo zbriti për të parë se çfarë po ndodhte, mjeti u hodh në erë me lëndë eksplozive të dyshuar si tritol, duke u shkrumbuar i gjithi. Por kjo nuk ka qenë fatale për biznesmenin Trota, i cili është transportuar në spitalin e Durrësit me plagë të lehta. Policia njoftoi në mbrëmje se ndaj tij u mor masa e arrestit në flagrancë pasi u konstatua se në 12 janar të këtij viti, gjykata e Kuksit kishte vendosur ndaj Ardian Trotës masën e sigurisë arrest shtëpie për veprat penale të dhunës në familje, vjedhje të energjisë elektrike dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Kjo është e dyta përpjekje që bëhet për eliminimin e tij brenda një viti e gjysmë. Në qershor të 2013-s, Trotës ju bë një sulm me armë zjarri tek karburanti në aksin Kukus-Morin. Ai u plagos së bashku me Vjerin dhe Rojen. Por në të njëjtën ditë policia arrestoi në Tiranë autorët e këtij atentati, Daj Enip, Vladimir Gjuta dhe Baftiar Brukën. Edhe këta ishin plagosur pasi midis palëve pati shkëmbim zjarri. Konflikti sipas policisë ishte midis dy biznesmenëve, Trota dhe Gjuta, por për shkaqe ende të pazbardhura.